Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Ja, pra këtu jemi sot e dielën në studio, jemi së bashku gjithmonë me artistat e tanë të shuar anë mban shqiptarisë. Kam nderin sot që t'i veçojmë pak edhe artistat e tanë të muzikës tonë që janë folklorike, të muzikës të lehtë, muzikës operave gjitha. Por sot do ta kem një artiste të shuar, zonjën Hajrije Preniqi, me qenë se është një këngëtare shumë me një kohë shumë gjatë, por sakrificat e saj në muzikë, kur këndosh këngë patriotike, gjithmonë i kje gjërat e bukura, por edhe në sistemin e regjimit që kemi jetu përpara në Kosovë, kem pas edhe probleme, kanë pas probleme që edhe me këndu. Një këngë të tyne mundohet që janë edhe kërcnu, janë burgos. Por sot, do të kam nderin që do të shpalosim pak sa do të qoftë rrugtimin e juaj dhe suksesin e juaj. Më së pari këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës e kemi si traditë, i bëjmë një kompliment dhe thuam, po dukeni shumë bukur sot, mirë se keni ardhur, edhe është kënaqësia ime që të jemi sot së bashku, zonja Hajrije. Faleminderit shumë, mirë se ju gjeta. Kënaqësia është edhe imja. Ju përshëndes. Ndëgjo, këngëtar, shpesh herë flas me këngëtar tonë të ekstradës tonë shqiptare. Edhe thonë edhe çka, me pyetën, me biseduan duket se tham, s'di çka me folë. Po me mështi me këndu, thët, unë di me këndu sa dush. Sot e ke radhën te që më na tregu pak rrugtimin e juaj. Është e vërtet, mendoj që kretë këngëtarët e kanë atë. Ma letë është me këndu se me folë, po edhe flasim, kur është nevoja. Zonja Hajrije, a ke pas nej familje që ka këndu, apo si ka ardhë kjo energji pozitive, se zonin ta falë Perëndia, ato nuk ka dyshim. Po si ka ardhën edhe kur ke fillu me këndue? Unë kam fillu shumë e vogël me kënu, sa e maj menën për moshës 6 vjeçare, po më duket shumë e vogël e kanë zbulu zonin tem, familja. E në familje nuk kënon kërkush, s'ka të më kërkush për para. Si edhe që të këndosh kur ke fillu në çfarë moshe, nga u inspirove, çka pave në atë kohë? Atëherë, familja ime zbuluan talentin tem, edhe ka qenë një shoqëni për fëmijët në vendin tim, unë jam lind, Obiliq, tash Kastriot, edhe më kanë regjistru një shoqëni të vogël të fëmijëve. Nuk ka qenë atë serioze, po tu e po ma mërmenja tash që talenti jam ka qenë për një me një zatë që duhet më vlerësu, shumë shpejt më kanë depërtu të shoqënia e njerëzve më të mëdhej. Edhe aty ka filluar rrugtimi jam se të tu rrit në këngët e mia. Herat e para në skenë kur ke hypën, si ka qenë, besoj që tash nuk kam të kthym mbrapa shumë. Atë kujtohet edhe, a ka qenë e far festivali, apo ka qenë e far kori, apo si ka qenë ai momenti juaj i parë, si një vajzë e re të dalsh të këndosh edhe përcaktimi jut, pse kënga folklorike? Kënga folklorike, mendoj se në atë kohë është dëgju shumë në shtëpitë tona për shkak të situatës shumë të keqe, këngët patriotike kanë hyrë në zemrën time si të mia dhe është të kam vazhdu. Po shfaqjet e para i kam pas gati paralel me shkollën, në klasë parë në festat të shkollës, edhe në shoqëninë koncert para njerëzve, e maj mend që kam fillu me këngën Kam qëndisur në shami. Atë se harroj po. Ka qenë shumë emocion, po më duket ai ka qenë emocioni vetëm se pastaj për mua ka qenë skena diçka e padiskutueshme. Kur e kënduat këngën më së pari, Kam qëndisur një shami, edhe si u vlerësove, sidomos zakonisht vlerësohet edhe publikut, se publiku gjithmonë rreshu plak. Por si kanë ato momentet kur erdhen njerëzit tani, ti pas keni një zë brillant, hajde se do të me fillu dhe matutje, si ka qenë? Për mua ka qenë një kënaqësi shumë e madhe dhe një krenari dhe më jep ke forcë edhe dashuri me thonë për me vazhdu, më bo sa ma e mirë, ashtu dhe jam zhvillu.
Grupi juve në atë kohë, se ka pas emrin edhe a filluat të lëvizni, a filluat të dilni në për vendet të ndryshme, se ju e dini vetë në atë kohë ka qenë edhe pak si vështirë me lëviz. Na tregoni pak atë kohën e okupimit të regionit të atëhershëm. Grupi jam në atë kohë nuk du t'ja përmend emrin hiç, se na kemi jetu midis serbëve në Obilic, po e kemi pas pjesën tonë, shqiptarëve, ku kemi mujt me I bë ushtrimet tona edhe koncertet tona. Po ka qenë një sakrificë shumë e madhe, derisa edhe na kanë përzonë, mos më këtë. E kanë prish kretë, pjesën e shqiptarëve na kanë largu kretë. Si kanë qenë ato atëherë, se e di shpesh herë, kur mashës e dhoni jam I asaj kohë që kam kalu pak një rrugtim të atërshit, kanë qenë gjithmonë mashin pak si msheft edhe si ato, si kanë qenë ato sakrificat, ai organizimi atëhershëm, a ka qenë nivel të dorë? Tash këngët tona patriotike që përpara gjithë I merrshim nga Shqipëria anon, pak I kamuflojshëm edhe në kishë shumë mundësi me I knu para popullit në normal në për koncerte, në për salla, po kur neve na përzun krejt, atëherë u detyruam në mënyrë ilegale me knu, me bojnë gjizime dhe me I shpërnda në për popull. Kem pak disa informacione që e di që edhe jeni kërcnu pak prej pushtetit atëhershëm, me sa e di. Na tregoni pak ato rastet atëhershëm. Po ajo filloi hale, por shoqënia funksionojke edhe nivel shqiptarëve fillon shoqet e mia çdo këngë dhe çdo prezantim temin me u përkthy çdo fjalë, çka them ato këngë. Edhe kërcënime të vazhdueshme. A ju kujtohet cila këngë ka qenë që I ka prek këta në atë kus duhet si thoni fjalë popullore? Kënga që kus duhet I ka prekta, që u ndalu edhe me shtet. Ajo ka qenë kënga Ndardani bjeni topan, nëse që jam këta burit, thot dikur, që jam këta burit bardhëtësi. A mani men moshën atëherë çfarë moshe keni qenë që kanë ardhur të kërcënim? Atëherë kam qenë moshën 15 vjeçare, por jam rreziku me çtë këngë. Edhe atëra keni fillu ju të këndoni kështu në për shoqëni, apo keni fillu dhe me knu në përdarsma s'dija ka qenë atëherë trend me këndu qatë shumë? Jo, atëherë në përdarsma s'kemi knu, po ne kemi fillu me këndu në për shtëpia, me bojnë gjizime, kaseta atëherë qysh janë bo me kasetofon, edhe me I qkip pa emën, pa kur gjanë për njerëz. Na trego pak atë rrugtimin atëherë kur kanë gjiru me kaseta, shumë konë një moment interesant që se në ato kaseta tani plus si lonshin edhe të veçanta I kishin edhe humorët që I përcaktojshin me bo, tani fushin edhe këngë të juve. Si ka qenë ajo organizimi na trego, po kam qef me ditë. Ajo organizim është interesant me tregu, se kam përmend po ka qenë një mikpritje aq e madhe pe familjarëve, por duhet dhe po organizimin ato shtëpia, po edhe ka qenë një kujdes aq I madh, sa që nëse ziheshe, dyrët e burgut kanë prit të Ato momente di që kanë qenë shumë interesante, se edhe unë e di se edhe unë kam qenë në pak në folklore dhe di si ka qenë në atëherë. I marshim disa vetë me I citën jashtë shtëpiave, edhe me qëndru jashtë që të din ritmi të panit e ka pasën atë zonin e lartë shumë. Edhe kujtohet pak se të që, po kam qef juve t'ju pesta di që ju edhe ju keni kalu në të gjonë. Theve nuk e kom përmen, por më kujtohet me këpritja e familjarëve, so kanë qenë kujdesshëm me bukë, me ujë, me roje, me kretë për me ardhe të suksesi asoj kasete që ka na kemi pasë. Edhe doke se ka qenë zanat, kër e kishë një antarë të familjes që ishte në promovim të një videoklipit të atëhershëm që u gjirajke, hati të ishin që po shkojnë për qëna se na kanë marrë vajzën, na kanë marrë djalin, është të preformuhën, të me shku me shiku. Këto rrugtime po kam dëshirë të ndëgjoj për juve, se për atë edhe të kam thirë, se tashun e kënga për juve është numër 1 të këndoni, po pak edhe refimi I jetës së juaja që keni kalu në atë kohë.
Për atë, unë tregova çato emocione që më kujtohen, edhe krenarin edhe frikën që kemi pas një koncert. Po çka më ka bo mu tash në kohën e tashme, që më ka bo krenar mas 20 vite, se nuk e kom ditë që kam bjetu diçka prej asaj kohë, kur e kom një kasetën time tu sillë ende në për internet, në Facebook për parën herë, kom pas emocione, nuk e di ato s'më mi përshkru. Atë është, me të vërtet është kjo një gjë e bukur, ka njeri kur i përjeton të gjona në atë kohën atë hershëm, edhe tashti me modernizimin, me teknologjien e tashtmi që jemi sot, edhe kur e shef vetën tu, po pse nuk ringjallem prap? Pse nuk jam aja ku kam qenë përpara? Ne kemi pa të jo, keni bërë disa këngë të reja, keni bërë këngë folklorike, keni marrë pjesë në vendet të ndryshme në këto studiot më të mira shqiptare që janë të ofruara. Edhe unë për vete, se ju njoh me vitet të tëra, kur e kthej kokën edhe shikoj të maj zë, jatë hershit pas ka dalë prapë. Faleminderit shumë. S'ka gjë. Si vazhduan tash të këto planet dhe projektet e reja ju që sot i bani sot, edhe si e shifni vetën tani për tani me këto këngët e bukura që po bëhen tash? Atëherë unë isha jashtë, jam jashtë, ende jetoj jashtë Kosovës, edhe më kapi jeta atje fëmija gjithë. Duket se i arrita ato që unë kam dashur, po konga më kam bet peng, edhe kam met shumë kongë të mia që kam fletën kujtimet e mia. Ka qenë synimi im me fillu edhe me i bo prap që ato kongë, edhe i kam bo 50 copa. Ja po më arrit me i bo që jam shumë e kënaqur. Edhe kam mendu, ndoshta ja vlen që unë mendoj që do të lë diçka të mirë pas meje. Mendoj që kam vlen shumë. Si po e shef vetën tani, se ju jeni tashti edhe të kërkuara prej popullit që të këndosh edhe në për darsma, në për ahenjë, tashti po i shifni edhe vetë se si po bën këto darsma të madhështore, po kanë muzika të ndryshme, të melodive, të zhanreve, por e jotja nuk vdes kur, ato e diti? Po mua jo, shpresoj edhe për shumë njerëz tjerë, mendoj që konga patriotike nuk duhet të vdes kur, edhe duhet të rritet, jo të zvoglohet, ajo ndjenja e dëshira. Jo vetë tani që po këndoni, a më shumë po mirëni me videoklipe të bëra, por besa që edhe keni kërkesa të darsmave? Kam kërkesa të darsmave, po nuk është darsma që unë më varim për saj, se ne kemi biznisin tonë në Hollandë dhe nuk më varimi prej muzike, po marrë pjesë në darsma, ku jam shumë e kërkme marrë pjesë. Unë e di se këngët të tua t'juvet në vërtet, janë këngët shumë të mira, janë edhe është e pamundur që mos të kërkohet, edhe kjo është një gjë e bukur se e ke pa çdo sen që njeriu ka një pasion tjetër ose ka një veprimtari tjetër, por kjo që është e lindur, kjo që është që të pëlqen, besoj që kjo është një gjë më e bukur që të pëlqen tyje. E vërtet, shumë e vërtet. E na trego tash të dalmi pak, a do të trashëgojsh në familje, të fëmijët, të dikënd? Jo, nuk ekzistoj me trashëgu. Kam 4 fëmijë, të gjithë e kanë zonën e mirë, të gjithë këndojnë, po nuk mendojnë me kënu për të tjerët, ata thonë na kënojmë veç për vete. Ata është shumë. Ndëgjë kjo mundet edhe me ndodhë se tek ju për shembull një artiste e shuar për shumë vite, edhe fëmija si fëmijë mundohet që e përzgjedhë orientimin e këngës dhe të muzikës me një zhanër të ndryshëm, mundohet që t'jetë me një zhanër anglez, po në atë vendin ku jeni atje, kështu që
kur e ka talentin aty s'ka të ndalër. Ata zonin e kanë shumë të mirë, edhe po, ndëgjojnë këto këngë të moderne, janë me ato, po edhe këngët e mia, çuditërisht i din gati të gjitha, se janë rrit me këngët e mia. Atëherë kam një pyetje, si e vlerësoni muzikën sot? Edhe këto videoklipet e reja që po dalin me bashkëpunim që po mirët edhe popullorja, folklorika, hip-hop, pa që po i thuhet, si i vlerëson si një këngëtare? Duket diçka e bukur, nuk kam kur gjë kundër. Unë veç dua që kënga e pastër, patriotike për atë mos harrohet kurrë, edhe të përdoret gjithmonë tani jetën. Ajo është tjetër pjesë për punimet e ndryshme, po kënga e mirëfill, mendoj që duhet ndërprerja mos harrohet kurrë, edhe të përdoren. Ju e dini se na jemi sot në prag të festave të 28 nëntarit. Sa janë këto angazhimet e juaj, se shumica thrasin edhe për ditën e flamurit të Shqipërisë, të Kosovës. Si mirë pritesh me këto, a jenë angazhime me këto? Mirë pritem shumë mirë, nga njerë që lloj në Kosovë, nga njerë që lloj në Holandë, tash po m'duket ka me qëllu në vendin tim, këto në vendlindje, po edhe atje jam e ftuar në Holandë, jam në të zgjedhjeve. Edhe si po duket kur të këndosh para shumë njerëzve dhe rrehet ai aplauzi, e tu vetës tu ku jam, çka jam të bo. Është shumë ndjenjë e mirë, unë jam rrit me publik, po tash, kur këndoj në liri edhe këndoj pa më cenu kërkush asnjë fjalë, ndjenja është pa përshrueshme, s'ka fjalë. Është krenari, është. Thetë se keni kënduar mbi 50 këngë, i keni të asin. A mund të avesesh një këngë të na tregosh cilën këngë e ndjen me shpirt me këndu dhe e këndon që e den tu, kjo është ajo që unë jam sot? Po, këngët e vjetra që i kam përpunu krejt të gjitha janë që më kanë flejt mu në zemër edhe që i dua, po këngën që e kam bo për mua dhe që më ka prek shumë është Shtëpia e prindëve. Ajo lidhet shumë me mua kur jam kthy pas 8 viteve në Kosovë. Ndjenja e parë kur kam marrë në shtëpinë time. Ajo më prek shumë, po pas saj tash kjo e reja, që është për të pagjeturit, ajo po më duket i ka në maj, ajo më emocionon shumë edhe sot, kur e një lekur e këndoj, është shumë prekse. Do me thënë, keni ardhën në përfundim të këngëve se gjithmonë një njeri që e ka një rrugtim të ose të trishtë ose të mirë, edhe i kthehet edhe thot pse se bëj një këngë. Kështu që a do të mendojsh të bësh hala? Po, sigurisht nuk do të ndalem, po duhet gjithmonë me qenë diçka që mu më prek, e pastaj e këndoj, se mendoj se kënga do të këndohet me ndjenja. Nuk do të jetë thjesht këngë. Duhet ta ketë një mesazh edhe duhet ta ndjesh. Ju kemi pa në për këto videoklipet që këndojnë me shumë këngëtar folklorike. Si po organizohen tash në ditën e sodit? A je kënaqur me organizimet që po bëhen me këto këngë me veshjet, me ambientin, me studiot, si e ndjen veten tani për tani? Unë e thash edhe më herët veten e një shumë mirë, tash kur e shoh qysh bën edhe qysh je lirë me vepru çka dush, qysh dush. Çka don, po veshja pak më pengon, se nuk më duket që është ajo natyrale siç ka qenë, po duhet me jeton ndoshta. Po mund ndodh që është edhe problem të gjinën në ato veshjet origjinale se edhe është shumë problem, se unë kur këngën e parë kur kam desht me promovu, kam pas shumë problem me gjetë veshje origjinale. Se me qenë ju e dini edhe fort mirë, vetë nanat e tona kanë punu me atë farvekun, kanë punu me ato farçëndisjet e tashti gjeneratët e reja ato ma nuk po i përdorin, po i përdorin një emitim, kështu që emitimi nuk krahasohet me atë origjinalin ose se. Tash kam fillu pak më mësu, në fillim ka pengu shumë, a emitim
Më kam ushtim. S'ke faj se bën vërtet ajo është një gjë që do të e ke pa njeriu kur del ose të performon ose del këndon ose në studio pa marrë ku t'jep, duhet ta dim veten vetvetja që jem edhe dalim të performojmë. Kështu që për fond kisha pas dëshirë t'ju pyes plan programet e juaja në VM, çka mendoni se tetë që na shqiptarët kena dëshirë të dim pak edhe në VM çka do të bëhet. Po tash unë jam me qëtë kongën ma të rinë, jam të e promovu edhe po ka sukses të madh, jam shumë e kënaqur se ai ka qenë qëllimi. Të dëgjohet kudo që janë shqiptarët edhe na prek pak ndërgjitje për këto nanat që kanë dhimbje dhe nuk e shuhet po. E i kam edhe disa projekte me disa kongë që do të vinë gjatë vitit të ri, po. Mashallah. A keni vizitu Shtetet e Bashkuara të Amerikës se shumë mica këngëtarëve vinë këto edhe thonë që me Amerikë s'ka? Jo, nuk e kam vizitu. Me Amerikë nuk ka, e dëgjoj çdo ditë prej burrit tim. Thot me Amerikë nuk ka, i ka qenë edhe më thot hajde, po unë e kam frikën. Unë e kam frikën rrugën shumë gjatë, nuk më me paramendu. Një rrugë që e bëni jo, dhe atje është shumë. Atë që zëri jëtë këto në Shtetet Bashkuara të Amerikës na mungon një zë i bukur folklorik që këndojnë këngë folklorike. E kështu që ne udhtojmë prej New Yorkut në Kosovë, shkojmë shpesh. Nuk është më ai sistemi që shka qeni përpashëm mu frikë në aeroplan, ata është e ke aeroplanin si në shtëpi me qenë, kështu që kemë dëshirë marë, pse jo? Jo, unë me shumë knatësi jam atje, në mesin e ju, po që e rruga, qatë rrugën e gjatë nuk me paramendu, po si djetë, sonë. Por, unë kisha pas dëshirë për fond më në këndu një kongë live, se këndon live është pak më ndryshe, edhe për publikun tonë është knatësia jonja, si sa të qoftë, ta ndëgjojmë artistën tonë të shuar se do t'ja hekmi frikën e ta bim në Amerikë. Faleminderit. Faleminderit, unë po i knoj pak fjallë të kongës të rejtë, cila po më... Lutem, forca. Birin, o birin anës, dëgjo me vësot, se sot ndryshe po t'flet nana, jo si kur e sa ma. Se më janë afru e ditët, bir jam tu e pa, qysh me lanon këtë prag shpije, qysh mos me të pritë ma. Veç një lutje e ka nana për njerëzit e gjallë. Let ma heqin këtë prag shpije, të ma bëjnë gurë për varë. Bir më fal të lutem, nana nuk kërçmen. Por pat ty që më erdhe, nana nuk ndron në vend. Besën zot, po tërsetna, aq bukur. Pas ka qenë mas mirë ti me juve të starton vetëm kongë. As gjatë të përgëzoj me këtë zërin e bukur që ky zë nuk të shuhet kur edhe të falenderoj për pjesëmarrjen tonë. Edhe do të jetë një kënaqësi imja me të vërtetë që kjo bisedë e shkurt me qenë se do të shikojmë nëse ke mundësi ti përdormi disa video të ju, po se besoj, po kështu që një gjë të t'i vendosim linkut të ju edhe njerëzit të kanë mundësi të ndëgjojnë. Pra për mu ishte një kënaqësi e madhe shumë edhe ju uroj atje në Hollandë një pasditë të bukur atje që jeni edhe të lutem mos e nal kongën edhe kalo oqeanin. Hajde knina pak. Shpresoj se do të kaloj. Okej, pra të falenderit shumë. Ishte kënaqësia jonja. Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë shqiptarët atje. Kënaqësia dhe imja.
Mirë ndëgjofshim, pra të nderuar shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia e Jonja që patëm artisten ton Hajrie Preniçin, këngëtare, një artiste e shuar e Jonja. Pra, mirë mbetçi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës.